Në frymën e solidaritetit dhe vlerave të muajit të Ramazanit, shoqata humanitare Rinia e Reçanit realizoi një aksion simbolik dhe modest të dedikuar për nxënësit e shkollës fillore të fshatit Reçan, si dhe për qendrën për autizëm Blue Puzzle. Në bashkëpunim me kompaninë Nani Print, aktivistët e shoqatës zhvilluan projektin e Ramazanit në ambientet e shkollës, duke shpërndarë dhurata simbolike për nxënësit. Pakot përmbanin broshura për vizatim me simbole fetare, një ëmbëlsirë, një pije dhe çanta me vulën e shoqatës. Ky aktivitet synon të sjellë gëzim, motivim dhe ndjenjën e përfshirjes tek fëmijët, duke forcuar njëkohësisht kulturën e solidaritetit dhe kujdesit në komunitet. Nga shoqata shprehin mirënjohje të veçantë për drejtorët e shkollave për mikpritjen dhe bashkëpunimin në realizimin e këtij projekti të përbashkët, duke theksuar se shpresojnë që bashkëpunime të tilla të vazhdojnë edhe në ditët dhe vitet në vijim. Aksionet të tilla, edhe pse simbolike, dëshmojnë se veprat e vogla mund të sjellin ndryshime të mëdha dhe të krijojnë buzëqeshje që zgjasin.